Pyetja ime e fundit dhe nuk dua të mbaj mos e di që është shumë i zon. Do doja që të prekja vetëm pak raportin tënd me drejtsinë. Për mua, raporti jot me drejtsinë është duhet të shtrigash. Nuk kam frikë ta them, e kam thënë dhe pa qenë ti këtu, pa qenë ti ndjeni, do ta them edhe pasi ti kësh ti. A mund na tregosh pak shqiptarëve sepse un kam dëshirë që të heq perceptimin që pacientët kanë krijuar nga mediat e blera për Fatmir Medion. Shikoj, Shpen, unë isha ministër mbrojtje. Qëllimi im ishte antarësimi i Shqipërisë në NATO. Dhe jam angazhuar me përkushtim më të madh për këtë çështje. Por pa lënë jashtë vëmendjes probleme që kishin bërin me forcat armatose që ishin trashëguar, të cilat nuk i kanë filluar, unë kam filluar kohë më parë në Ministrinë e Mbrojtjes. Më tej pastaj, me kërkesë të kompanisë, me vlerësim të shtabit përgjithshëm, u kalua në disa kalibra të tjerë. Dhe ky është, do të thonë, pretendimi që janë rritur kalibrat. Ministri ka bërë vetëm një gjë, i ka adresuar kërkesën e kompanisë shtabit përgjithshëm për ta vlerësuar. Shefi i shtabit përgjithshëm, drejtori strukturat e shtabit përgjithshëm, që janë autoritetet më të larta, këshilluese të ministrit apo vendimarrës nga pikpamja ushtarake, kanë bërë vlerësimet e tyre dhe kanë prurë urdhrin tek ministri i mbrojtjes, pas një lloj kontestimi. Dhe ministri vetëm ka urdhëruar sipas rregullit kalimin e municioneve ndërmarrjes Meko për të bërë veprimet se ndërmarrja Meko ishte ndërmarrje shtetërore ushtarake e ndërtuar me vendim qeverie që në vitin 1991. Kjo është historia. Se çfarë ka ndodhur në Gërdec, prokuroria edhe një pjesë e madhe thonë që atje ndodhi korrupsion, pa rregull, të gjitha mund të jenë vërteta, por do të thonë specialistë amerikanë që kanë ardhur kanë dhënë 5 pista të ndryshme për shpërtimin dhe këtu është marrë vetëm ideja e shpërtimit nga një karrocë. Unë kam thënë në vende të tjera, ka pasur dhe pista të tjera diskutuara në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ka pasur edhe aludime të tjera që mund të kenë ndodhur. Dhe unë mendoj që duke qenë vend antar i NATO-s ose duke bërë vend antar i NATO-s, ne nuk ishim pa kundërshtar në atë kohë. Por po e lë këtë hipotezë. Po e mbyll këtu. Në momentin kur ka ndodhur shpërtimi, unë jam angazhuar tërësisht me gjithë forcën time me procesin e kërkim shpëtimit. Dhe kam vendosur të jap dorëheqje. Si një qendrim moral timin për faktin se në kohën kur unë isha ministër mbrojtje, edhe pse kisha qëllimin më të mirë për ta ndërsuar Shqipërinë NATO, për të eliminuar rrezikun, humbën jetën njerëz të pafajshëm. Absolutisht. Në diskutimin që kam pas me sekretarin amerikan të mbrojtjes, vend sekretarin amerikan të mbrojtjes dhe profesorët e NATO-s, më kanë thënë që unë nuk duhet ta jepja këtë dorëheqje sepse kjo nuk kishte përgjegjësi e ministrit në një proces demontimi. Megjithatë unë kam insistuar se kam bërë një veprim të mirë. Në fakt ishte pak i nxituar sepse unë ngela pa mbrojtje dhe të gjithë pastaj shtrëngimi që u bë ishte që shiko, kjo është një çështje që do të thonë e kanë bërë civilët pa pyetur ushtarakët, do të thonë një media e cila do të thonë gjithmonë përpiqet të manipulojë e të krijoj, do të thonë, interesat e veta politike. Dhe në Shqipëri duket ndonjëherë si normal. Un kam kërkuar në parlament, edhe pa më hequr imunitetin, që lëshoj imunitetin. Dhe pastaj ka filluar një procedim penal për shpërdorim detyre. Fatmir Mediu është hetuar në gjithë botën se çka ka ndodhur në raporte çështje personale etj etj, domethënë që nuk dua t'i përmend, dhe nuk kanë gjetur asnjë gjë që unë kem pasur abuzim financiar.